A I keni juve provat e investimeve që janë bërë në këto terrene apo përmirësimeve gjatë shfrytëzimit këtyre terreneve prej më shumë se 10 vitesh? Pyetja ime dytë është, a I keni verifikuar moshat e poseduesve para 10 vitesh, sepse më rezulton që ka njerëz te kjo lista që para 10 vitesh mund të kenë qenë maksimumi 10 vjeç. Dhe unë nuk di se ku pas ka lind gjithë kjo mençuri e aq më tepër edhe pjesa financiare të bëjt mundur që jo vetëm vendosi hurin atje për të posedu, po dhe ta investoj dhe ta zhvilloj. Unë e thash që herën e parë që kjo paketa e maleve është fiks për na marrë tokat në katunarëve. Sa veta mund të fshihen nga jashtë për të marrë te pyllin aty, se po të vitën e një aty mbrapa shtëpisë time e merr ai me këto rregulla që thua ti. Më thua nuk kam informacion për aplikantët. Ti po e bën pronar, more. Si s'ke informacion ti për aplikantët? Ku e ke dokumentacionin e plotë se duhet ta kishit sjell këtu në këshill? Ku e ke kryetarin e njësisë administrative të vinte ai të na sqaronte kush janë këto? Bëhet verifikim nga ky grup pune. Dhe mbas verifikimit të grupit punës, emrat sillen në Këshill Bashkiak. Kjo është nga ana procedurale. Ne nuk kemi asnjë material mbi verifikimin se çfarë verifikimi ka bërë ky grup pune, si është parë rast mas rasti, cili prej pjesëtarëve të grupit punës dhe ka firmosur rast mas rasti, dhe nuk mund të vini pra me një material kaq të thatë për një faqe, vetëm me emrat. Jemi në këtë Këshill Bashkiak pas aprovimit të zonave prioritare të paketës së maleve. Dhe tek pjesa e parë ne kemi sqaruar ligjin për sa i përket ligjin e 20/2025 të paketës së maleve. Këtu kanë dalë dy elementë që janë diskutuar nga ju, kush mund të jenë posedues jo pronar. Në ligj janë caktuar dy aspekte. E para, ato që kanë një histori trashëgimie. Dhe e dyta, ata që posedojnë një tokë, pra që kanë pas në përdorim mbi 10 vjet, edhe kjo sigurisht faktohet sipas predispozitave të ligjit për këtë rast. Janë 10.000 hektar tokë, pyje që po jepen 13 personave. 13 personave po u shpërndahet 10 hektar pyje. I kam llogaritur, 19 qa janë. Nuk e llogarita fare 3.500 e punarit. Pra, dhe nga këto 10 hektar, na dalin ne 8 me të njëjtin mbiemër, në të njëjtin trumë familjar, sikurse ta Erioni. Qa po bëni? Se e sigurt që ai baba që ka ban Shkopin, po janë ndan kalamaj vetë pronë e shtetit. Janë 10 hektar pyje të Shqipërisë që po jepen 13 personave. A ka pasur persona tjera i fshat që ju I keni skualifikuar dhe I keni grupuar të gjithë brenda I familje? 4 emrat kësaj liste janë funksionar të lartë në strukturat vendimarrëse të Elbasanit. Ne këtu mund diskutojmë që funari sot është karrem, sepse funari të del në përgjime, ku Ergyes Agasi thotë që mund të pastrojmë deri 1 miliard euro atje. Dhe jo pa qëllim funar na ngeli 1 ose 2, një deputet edhe një deputet. Mbyllet votimi. 27 pro, abstenim 1, kundra 5. Okej. Apo të votimin për një çështje kaq të rëndësishme që është bërja pronare disa njerëzve që nuk e meritojnë, që ne I njohim të gjithë, që njëri për me që nuk e përmeni askush, që një është drejtor I KMT, se veproni në këtë mënyrë, ju pospostoni konfliktin që ka 35 vjet.